Kosova ime, shqiptarët mirë, sot në Politkast, kush ka të drejt, kemi kënaqësinë të mirëpresim një personalitet që ka zërin, shpirtin dhe jetën deri këtu të lidhur me historinë e lirisë së Kosovës. Një njeri që nuk foli vetëm në emër të luftës, por foli në emër të së vërtetës. Zërin e tij e ka dëgjuar çdo shqiptar që e ka jetuar luftën dhe jo vetëm. Ai ishte prezantuesi ikonik i Radio Kosova e Lirë, Zeri Uçekes, i cili në përvalet e lirisë shpalli shpresën e një kombi të tërë. Pas luftës, ai nuk ndaloi asnjëherë. Vazhdoi me libra, dokumentar dhe dëshmi për të sjellë para botës të merret që Serbia Miloševićit i shkaktoi popullit tonë. Ai është sot në një rrëfim ekskluziv për Sturm në Politkast kush ka të drejtë. Zotri Plana, profesor Plana, Basan Nusret, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, argjend miku im i dashur dhe shumë i respektuar. Turit në era për fjalë. Mirë se gjetë. Për publikun, para se të dëgjonim dhe të bëhesh lajmëtari i lirisë Kosovës, kush ishte Nusret Plana? Në të kaluar në rininë e vet. Jam i lindur në fshatin Arbnesht të Prishtinës, është 5 kilometra ndalit Prishtinës rruga për Besjan, respektivisht Podrije. Aty kam kryer shkollën fillare Andon Zakoçajupi, gjimnazin Sami Froshin në Prishtinë, fakultetin ekonomik në Universitetin Hasan Prishtinë të Prishtinës, derisa isha duke magjistruar në Zagreb në vitin 1983, realisht atëherë veç kisha diplomuar dhe pa të regjistruar magjistraturën në Zagreb, pak para se të burgosem, veproja intensivisht dhe me ansamblin artistik Hasan Prishtina dhe posa u ktheva nga Zagrebi, që i vazhdoja paralelisht edhe studimet postdiplomike të masterit, u burgosa me 21 janar 1986 dhe saktësisht me 21 janar 1991 jam liruar nga burgu. Po sa u ktheva nga burgu, fillova me u marrë edhe me prodhim, me një zanat që e pa ta marrë në burg, në burgun hetues të Zrenjaninit. Ma ka marrë vëmendjen edhe emri i asaj zejtarie, por një të në ku, a bash vish për me prodhu, e ki në atë botë e ki hapat biznes, apo edhe për me shfrytzu edhe për aktivitetet për cilat Vishjekoni burgosën e ajo ka qenë hera parë, kur e burgos, apo hera dytë? Hera dytë ka qenë në 1994. Jo, ka qenë hera parë, mirë po i vetëdijshëm që kur dal pas burgut nuk na lejon të regjimi fashist serb ne të burgosur politik as me gjallë, u desh të me zgjedh dy rrugë. Ose me ato kushte dhe rrethana me jetu, me vepru, me punu dhe me mjetu edhe jashtë profesionit që e kishe, ose me zgjedhë rrugën e azilit politik. Këtë të dytën nuk e kam dashur kurrë dhe prandaj jam marrë me prodhimin e qilimeve punimdore, kanë qenë prodhime të kualitetit lartë, standardeve evropiane dhe botërore. Ndërmarrës prodhuese e pata gjithë emrin Teuta. Ndërkohë, pastaj domethënë kjo është Asyron sy dhe kjo, mbretëresha Teuta. Juron sy shumë dhe prandaj duke juro dhe duke i pengu ata realisht policia financiare e Serbisë më dënonin pothuajse çdo muaj. Dënime financiare me pretekst se nuk e ke këtë, nuk e ke atë, por me thon pak me sarkozën 50-50 i pas ke pas. 50-50. Pikërisht ashtu. Kështu që po kam vazhduar prej 90-nishës deri në shkuarin e luftë, domethënë në qershor të vitit 1998 i kam pas 30 punëtore gra e vajza shqiptare, të cilat e patan perfekcionu këtë zanat dhe le që prodhonim edhe për tregun vendor, por edhe për tregun ndërkombëtar në botë, domethënë flitet për periudhën e vitit 1991-1998. Bashkë me bashkëshorten time, që më shumë e kam shok se sa bashkëshorte, dhe patëm arrit pra të bëjmë 30 punëtore atë kohë, në kohën kur inflacioni pa të arrit shkallën më të lartë dhe kur rrogat pa të ndërrodhur. E marrën nga rrëfimet, sigurisht.
Dhe atëherë punëtorët tonë i merrnin ka 200 marka, 250 marka, ndërka që rrogat e punonjësve të administratës publike patën ra në 7-8 marka, 10 marka krejt. Kështu që e vazhdova prodhimin deri në atë vit kur e pash që nuk ka kuptim ma jeta në robëri dhe djemt shok tanë më të mirë, të mund shumë, sidomos në zonës operative të Drenicës dhe Dugaxhinit, luftonin dhe bënin betejë heroike me pushtuesin barbar serb. Unë ju bashkangjita në qershor ditën 98 në zonën operative Dugaxhin fillimisht. Nuk e ka dhënë, shpejt e kam vjen të UÇK-ja. 12 halote, sa vjet të kam dënu në herën e parë? 6 vjet kam qenë i dënuar, 5 i kam mbajt, 4 në burgun izolues, terrorizues, hetues të Zrenjaninit, kufi me Rumanin, 1 vjet e kam mbajt në burgun e Prishtinës. Atje në kufi me Rumanin në krahin e Vojvodinës. Po, a ka pas të shqiptarë tjerë? Në qytet ka pas plot burgosur. Krejt burgjet kanë qenë mbushura me shqiptarë. Me shqiptarë. Gjitha burgjet e Jugosllavisë, e sidomos ato të Serbisë kanë qenë mbushura. Me burgosur politik? Burgosur politik shqiptar, normal ne nuk na seleksiononin me na nda veç me na lanë me burgosur politik, por me të gjithë të dërguarit edhe të akuzuarit e veprave kriminale, sepse për politik kanë qenë veç shqiptarët të akuzuar dhe të dënuar, ndërkohë për veprat e tjera të tjerët, mirë po kam qenë 5 vitet plota. A thatë që ka pas për i këtë ish Jugosllavisë burgosur? Po. Ka pas të nacionalitetet e tjera, sigurisht? Po supozoj, a ka pas edhe kroat burgosur politik? Jo, sigurisht dikun ka pas, po jo në qatë burg. Po, shumë ka pas, edhe që ka pas pak. A ka pas serb burgosur politik? Po supozoj që jo, bilas që kemi ndëgjuar ndonjëherë që ka pas serb. Kroat ka pas, po jo në burg nuk kam qenë. Me një fjalë, 99.99% burgosur politik në Jugosllavi ka qenë shqiptar. Pas në pas kampion? Absolut, shqiptarët dhe supozohet që dikun çdo i treti shqiptar është trajtuar në udhbën serbe në atë botë vitet e 80-90, kështu që kjo është e vërtetë e madhe dhe tragjike. Po thu vitet 80-a, nga udhba serbe? Po. A ka pas edhe udhbë shqiptare, se i kemi po do tendenca që me tregu që ka pas me listat e tëra që kanë punonjës të sigurimit shqiptit, që kanë furë Shqip, po që trajtimin ndaj shqiptarëve kanë pas... Ata e kanë bërë trajtimin, 90% ata e kanë bërë trajtimin, në manë shqipfolësët, udhbashët shqiptarë, argat të dreqit, si shtë ki madhe edhe në që ka pas... A i ki trajtu, se po vim të ashtë me njerë mas lufte, po prap do të kthehemi të para se mi bashkan gjitë luftës që a i ki trajtu që tu në kuadrë të kretë këtyre aktiviteteve që i kini pas, a i ki trajtu ndo njerë këtë segment kush shënkun ata shqiptarë të cilë kanë vazhdu me marë pjesë në urdhërat e udhbes sigurimi shtetit Serbisë në ish Jugosllavi? Jo, të thëmë drejtën argjend, miku i dashur, unë me këtë dimenzion të dhimbjes time personale edhe të dhimbjes së shokëve dhe të bashkëvojtësve të mi, nuk jam marrë fare. Unë kryesisht jam marrë me 2 dimenzione të veprimtarisë time publicistike dhe dokumentare, me luftën çlirimtare, përkatësisht luftën titanike të ushtrisë më të lavdishme në botë, të quajtur ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe me dimensionin e gjenocidit serb mbi shqiptarët në një periudhë 1844-1999. Me dimensionin e vujtjeve, dhimbjeve, torturave në përburgje nuk jam marrë. Një intervistë kam dhënë që nuk i dashtë vetë me dëmonë kuptim me shu vetën që me së marrë me etiketime, në thojza po themi, apo nuk i pas kohë? Jo edhe për atë, por nuk kam pas kohë. Kam shpresu që do të më mbetet kohë më vonë dikur ta trajtoj edhe këtë dimension të dhimbjeve dhe vujtjeve tona, por kam besu dhe kam shpresu që nuk do t'jetë vonë edhe për atë segment me folë, dhe prandaj kam lënë për një periudhë më të vonshme. Sajmi të sigurimi i shtetit, po vjen në përmend edhe një e kom dëgju, e kom shiku dikun në një televizion, në një intervistë juaj, e ke dërguar një rrëfim interesant që të ka ndodhur me një të komunitetit serb. Po. E cila është e vërteta, prandaj të pyeta a ka pas të burgosur politik në kuptimin që ata kanë pas ndeshmërinë se çka jeni të vujt jo si shqiptar nën masat, nën regjimin, nën ato izolime të sigurimit shtetit, të regjimit Miloševićit. Ka pas serbe, kroate, gjermane, hungareze, nacionalite rome tjerë, romane, por jo për politikë. Domethënë serbi për cilin duhet flas
edhe t'i them 2-3 fjalë edhe për cilin më pyetet, që kam dhënë një rrëfim në njërin prej televizionet tona, ai ka qenë i dënuar 6 muaj burg për mbytjen e një plaku në trafik në komunikacion. Domethënë ai plaku ka qenë i dehur, i ka dalë shpejt në rrugë natën, ky ka mshuar me veturë, ka mbyt, edhe kanë dënuar 6 muaj dhe kanë futur në dhomën time. Ai ka qenë drejtori i një kompanie të sigurimit, kompani domethënë publike shtetërore të sigurimit, dhe emrin që harroj kurrë sepse kam pas një komunikim shumë njerëzor, shumë korrekt me te, rade bara çka ka pas emrin, dhe për herë të parë kam shpalos këtë rrëfim në televizion për po i them 2-3 fjalë edhe gjatë këtij bisedimi tonë. Ju po më intereson në kuptimin çësja. Ka qenë interesant, ka qenë interesant sepse ai as që ka mund ta imagjinoj që mund ta ketë një shqiptar në dhomë dhe ai të jetë i burgosur politik. Nuk e ka pas idenë sepse krejt në atë burg kanë qenë për vepra kriminale. Ordinare. Për dhunë, për vrasje, për drogë, për prostitucion, për korrupsion, vepra ordinare. Dhe kur unë i tregova që jam shqiptar, ai u step për një moment, dhe sigurisht e ka pas frikën sepse ajo propaganda e tmerrshme dhe helmuese e shovinizmit serb ka pas efekte marrëmendse negative, dhe prandaj edhe kishte një rezervë fillimisht në mua, mirë, po kur e pa që veç unë ju afrova dhe po i pyes për çka je, po më tregon, edhe unë i tregova për çka jam, edhe u habet me pa tekst, bile ka qenë aq i dëshpëruar, saqë kur ka hyrë në dhomë dhe kur i ka pas gjithë ata të burgosur, se ishim dikon rreth 30 veta në dhomë, edhe absolut as nuk ju afrohen as me përshëndet, sepse thjesht njerëz veprave kriminale, nuk ju bënte përshtypje kush po hene, kush po del, unë ju afrova, i tregova kush jam, edhe megjithatë ai i thyer, i dëshpëruar, tha, unë sonte kam i bo vetvrasje. Thash pse? Tha, nuk është burgu për njerëz. Thash, po ka dalë burrë dhe po ti sa vjet i dënuar, tha jo, 6 muaj tha jam i dënuar, tani po më tregon edhe për çfarë vepre. Thash, po ka dalë më se s'bëhet vetvrasja për çka do, po ti sigurisht je për politikë, tha jo, tha, për rastin konkret që ka mbyt një plak në komunikacion, mirë, po e shoh që jeta nuk durohet kështu, edhe unë do të bëj vetvrasje sonte. Thash, ja, ti me bëj vetvrasje s'bën hiç, se është absurde kjo, thash, a ki familje, po, a ki grup, po, a ki fëmijë, po, tha, kam gruan edhe ajo intelektuale, edhe një vajzë 18 vjeçare dikun, dhe prandaj më zuni sherrri, tha, dhe ja që u dëshpërova dhe nuk qohet jeta kështu. Unë thash jam i dënuar 6 vjet edhe as s'm ka shku mendja kur me bëve vetvrasje, edhe 60 edhe 100 me qenë i dënuar. Se duhet të dalë atë. Po, thash unë duhet të përgatitem edhe për një sfidë tjetër të radhës që jep me nënkuptuese ne shqiptarët, sidomos shtresa intelektuale, duhet të përgatitemi edhe fizikisht, edhe moralisht, edhe definitivisht ta çlirojmë Kosovën ndardanen nga regjimi barbar fashist serb, dhe prandaj ky është misioni im. Thash ti s'ki nevojë as me më fyj, as me më ofendu, as me më rrejt, edhe nuk e besoj, thash që do të insistosh, sepse po e shoh që je intelektual, njëri i sjellshëm, njëri i korrekt, në bashkëbisedim, thjesht s'po kam vërejtje, prandaj ti me bëu vetvrasje nuk më heq. Ti thash ki me kalu mirë me mua, sepse qenë ke edhe intelektual, edhe se kom me ty, po e kom me regjimin. Unë me ty heq, dhe prandaj thash, unë jam i bindur që ti më shumë se 3 muaj si ma. Edhe u këfjell pak një, thash, pse 3 muaj? Thash, po qështu janë rregullat e burgjeve, zakonisht, thash, sidomos serbët i trajtojnë shumë më mirë se të tjerë, kështu që ti nuk i marr më shumë se 3 muaj. Dhe ashtu ndodhi. Ai i mojti veç 3 muaj falen, dhe vikendin e parë, si e kanë shu, thash, ai pa i bo, 1 muaj, thash, ty kanë me të shu në vikend, se shohin që sjellësh mirë dhe je intelektual, edhe i lëshon. Kur shku në shtëpi, i ka thënë gruas edhe çikës, shiqoni, jeta është shumë interesante. Dhe po ju them diçka që do t'ju duket befasi e madhe. Unë jetën borxhe kam një shqiptari. Pse? Thot, unë qatë natë që më kanë shtinë mrena në dhomë të burgut, më pas me bo vetvarje. Qysh ashtu, thot, u dëshpërova keq kur e pash gjithë ata njerëz mrena, secili ma bandit, ma kriminal se tjetri, 6 muaj s'kisha mujt me imagjinu që do të mund të qëndroj, dhe prandaj kam me bo vetvarje. Një shqiptar me emrin Nusret Llana, i burgosur politik nga Prishtina, thjesht më ka bo me uni krenar që jam njeri në radhë parë dhe që nuk kam bo diçka të jashtëzakonshme,
po thjesht më ka thënë çështje fati, po. Çështje fati, dhe prandaj më ka thënë nuk bën sepse ke familje, ke gru, ke fëmijë dhe ti duhesh me i majt 3 muaj çdo vikend kanë me të lëshu në shtëpi, edhe pastaj vinte shkon të çdo vikend, kështu që kur kam dalur nga burgu ai ma ka marrë edhe numrin e telefonit familjes time, ka kontaktuar me ta, ka qenë shumë kurrështar kur dalëm nga burgu, e ka ditë saktë datën kur dal, me një fjalë nuk kam besuar që do të jetë çaq i kujdesshëm, por ja që ndodhi kur dole prej burgut, ai i pari ka qenë te derat para burgut të prit, edhe dikun kanë qenë 5-6 anëtar të familjes e shoqe me që erdhen mas 5 vjetë me mprite, kështu në mënyrë solemne me që thonë me përqafu, me marrë, me përcjell për Prishtinë, shkurt na nali për kafe edhe për mëngjes, na ktheu në një restoran e kishte rezervuar të gjithëve, 50-60, na ktheu drejt, domethënë edhe ka folë me secilin në radhë parë ju ka prezantuar prindëve të mi, sepse kur i ka patë dera gjithat njeri ka ditë që kanë ardhur për mua, cilët janë prindër në shtetit, i afroi vllai i madh, i thotë kjo baba, kjo nana, unë jam vllai i madh, ju flet gjithë me radhë me një fjalë, ju lënë përshtypje interesante, befasi e këndshme ka qenë edhe për ta, na për call, kemi shku pastaj unë edhe vllau mas një muaj dite, kemi pi kafe në shtëpinë e tij, sepse unë i përgatita realisht skicën e vekut. A ka pas ndonjë konsekuencë, po supozoj? Jo. Ki vazhdu, po besoj që ki vazhdu me puni për cilën për sigurimin e shtetit, ku po shkon, çfarë po shkon? Ma nuk jam shku me të thënë drejtën, sepse unë preokupohesha pastaj me mbijetesën time, edhe shkova edhe një herë dorëzova një mekaniku që i ndërtonte ato vekat për prodhimin e qilimeve, edhe që i prodhonte domethënë një privatist, ja çova skicën që kisha bën në burgun ku e bëja vojtën e dënimit, me një fjalë shkova, e mora vekun, pastaj shkova e vizitova dhe rande bara shkova në shtëpinë e tij me vllaun tim, na priti jashtëzakonisht mirë me gjithë gruan dhe vajzën. A jeton ende? Pastaj kam dëgjuar që mas 70 vjetë ka vdekur prej kancerit, kështu që nuk jeton mirë, po ky ka qenë rrëfimi që e kam dhënë pas më shumë se 30 vitesh, duke bashkëbiseduar me një gazetar, sigur me ty kështu. Dhe ka qenë shumë virale, ka qenë shumë interesant, sepse mbi të gjitha njeriu është njeriu. Nuk e besojnë, domethënë një pjesë e njerëzve nuk e besojnë që ka pas edhe sërt mirë, qytetarë njerëz që ka pas ide. Edhe sot besoj që ka në Beograd edhe në vendet tjera në Serbi që as nuk e kanë idenë për këto që ai kemi në politikë ditore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Asnjë popull nuk. Edhe shikojnë jetën e vet, po të njëjtë edhe ka domethënë shqiptar që sy intereson pse është i komunitetit serb edhe me do mos duhesh me urrej. Kuptimin njerëzor. Ideja mu ndërtu Kosova Lirë, Radio Kosova Lirë. Them të drejtën argjent që nuk ka qenë ide ime, absolutisht. Unë kam shku me luftu dhe kam qenë vjen në part frontit në zonën operative të Lugaxhinit. Komandantin, përkatësisht generalin Ramush Haradinaj, kemi pas komandantin kryesor, por unë komandantin tim të njësitë të ushtarak e kam pas Agim Balzanelin, herojin e kombit, edhe kam vepru dhe kam luftu me njësitin e Agimit në fshatin Këpuz, përkatësisht në ato fshatrat të rrethinës së Doshkajës, prej qershori deri në tetor të vitit 1998, por ideja për të themeluar Radio Kosova Lirë dhe Agjencioni i Lajmeve Kosova Press si dy institucionet vetëm informative nga vija parë e zjarrit të frontit të UÇK-s, ka qenë ide e shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ata e kanë pas idenë qysh në vitin 1998 me themelu dhe me fillu funksionimin e programeve të Radios Kosova Lirë dhe të Agjencionit të Lajmeve Kosova Press, por në mungesë të kuadrave nuk kanë mund me themelu dhe me fillu deri me 4 janar 1999. Qysh erdhi të batalojë shtet? Konkurs kanë hapur, po besoj. Jo, konkurs nuk kanë hapur, ka qenë një konkurs intern, pastaj pasi shkova në zonën operative të drejnicës përkatësisht të Pashtrikut, në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në fshatin Divjall, ku më pat ftuar shtabi i përgjithshëm, përkatësisht Baca Jakub Krasniqi, Adem Grabovci, Hashim Shoqi, Rambuja, edhe të tjerë, Recep Selimi, Kadri Veseli, këta, në marrëveshje me ta, unë kam shku për me ju dhejsh financat e UÇK-s, sepse kam qenë ekonomist diplomuar, dhe ideja e tyre ka qenë me mësjell nga në këtë zonë dhe të jem udhëheqës si finance. Kur më ka po Martin Çuni, është me pa tekst, sepse nuk e ka pritë që më sheh aty. Ai kanë dëgjuar që unë jam në UÇK, po në zonën operative të Lugaxhinit. Edhe ai kish pasur nga Gjermania në zonën operative të Pashtrikut, edhe kish filluar
përgatitjen teknike, organizative të kompletimit të ekipit. Edhe me fillu po me Radion Kosovë e Lirë, mirë po ka pas mungesa të kuadra në ratë parë, pengesa teknike po se po, mirë po ja që fati u takuam dhe kur po mu tha definitivisht unë e gjeta njeriun që më ka mungu shumë, në kuptimin e kompletimit të ekipit. Edhe pastaj po më tregon, tha unë jam i autorizum me Ahmet Qerishin e me Berat Luzhën me plot të tjerë ta përgatisim, domethënë me në shumë funksion transmetim. Po, ta përgatisim ekipin, ta kompletojmë dhe të fillojmë funksionimin e transmetimit të programeve tona, edhe unë jam kyç, në fakt lejen e ka marrë Martini nga Bacaja Kup, edhe ka thënë Lema nëse e të një javë ditë se mas një javë ja u liroj edhe s'ka problem, kështu që qashtu edhe kemë vepru, unë u angazhova shumë, domethënë kam qenë unë edhe Martin Quni, sidomos kemi qenë organizator të jashtëzakonshëm, se s'kemi pushu as një minutë, domethënë po bashkë me profesor Ahmetin, me Nëzer Myrten, me Gazme Delshanin, me Valdet Hotin, Fatmir Dugollën, Riza Berishin, Habib Zogën. Habib Ili ka qenë njëri prej gazetarëve më të hershëm aty që e kam gjetur, domethënë kur kam shkuar atyve që ka qenë Habibi si gazetari i terrenit të UÇK-s, me një fjalë bëm përpjekje që të startojmë në 28 nëntor 1998. Ditën e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditën e ditëlindjes së të madhit komandantit legjendar Adem Jashari. Nuk mundëm për arsyeën e thjeshtë se unë kërkova që atë fjalën më të bukur, më të ëmbël të pritur me shekujt, jo ta thotë Nusrat Llana, sepse ishte privilegje të tepruar për Nusrat Llanën, por thashë ajo këtë fjalë duhet ta thotë Shqipe Jashari. Kishte mbijetuar domethënë me gjallë Shqipja diku në Shlan duket në fshatrat e Vushtrisë të Mitrovicës atje duke ikë ajo pjesë e pakantarëve që kishin mbet gjallë, edhe ata e pëlqyen dentimi. Kemi prit gati 2 javë të plota, po ishin ofenziva të tmerrshme. Ishte dimër i madh, Bora kishte arrit gati deri 2 metra në bërish, nuk mundën ta sjellin Shqipen, ta thotë atë fjalë dhe në fund më thanë, nesja se s'kem kohë me prit, lufta nuk prit. Erdhëm te fraza. A mboni atë moment, a mboni, do të thonë, çush a jeni drejtëru për stoftit po se po do të njëjtën kohë sigurt një kund duke u granatuar për armikut, po kur e ke thonë fjalën e famshme, shprehjen ikonike, që e ka lajmëruar për herë të parë kuptimin nëpërmjet valëve, që po ndodh lufta shkrimtare, lufta frontale për më shliru. Sot kur e menon, çfarë thotë vetit pas asaj? Në asnjë mënyrë nuk mundesh me ikë emocione vazhdim. Edhe pas 20-30 vjet sa ti je zot jetë me to, aty momenti nuk mundesh me ikë sepse vetë ju të krijon emocion, të krijon dhimbje, të krijon krenari. Por vërtet ka qenë interesant dhe pa modesti ka qenë sui generis në historinë botërore, sepse nuk ka edhe një rast, edhe një shembull që ka mund të mbijetoj një ekip i një radio guerile më shumë se 2-3 javë në terren, në luftë. Kjo ka jetuar dhe ka mbijetuar dhe e ka kapitulluar Serbinë fashiste, kuptimin informativ edhe në etër, deri në 21 qershor që do të thotë 6 muaj të plot. Dhe nuk ka pas konkurs, që më pyete më herët a ka pas konkurs audicion për me zgjedh spikerin e Radios Kosovë e Lirë, po të them shumë sinqerisht 2-3 javë të plota i kanë testu djemë dhe vajzat e UÇK-s, ushtarët dhe ushtarët tonë për me gjetë një zë që do të ishte më që ty do të medalë, që thash në kuptimin konkursit, ata e kanë pa një element veçantë. E kanë pas në sotën si shembull, Martini më ka njoftë edhe më herët. Po këtu do të medalë. Që jam marrë me kulturën, me ansambli Hasan Prishtina. Ta ka dëgjuar zonën sigurisht zonë interesante. Ditë që zë, po i veçantë mirë, po megjithatë ata ju kanë përmbajtur rregullave, korrektësisë, drejtësisë, edhe kanë thonë mos pëlqejmë edhe ne. Kushtet sot më kishin thonë, janë duke ja deformuar zonën përmes me ditë cili është, kush është. Në këtë rast, do të thonë në mënyrë natyrale, po. E keni pas një zonë që nuk ka mujt më identifiku. Po, shumë vërtet. Dhe prandaj i kanë testuar 2-3 javë, djemë vajza, ushtarë, edhe në fund morën vendimin që me qenë zërim, ka qenë privilegj, po dhe përgjegjësi e madhe, sepse na, të them të drejtën argjend, ne ka marrë mendja kështu, që mund fillojmë, por nëse mundemi 3 ditë me mbijetu, është sukses historik. Që ashtu komi konsideru që është sukses i madh, sepse gjithandej kishte granatime, bombardime,
me krejt arsenalin e mundshëm. Na pamjet që i shohim, Po, edhe në televizion, por edhe në për platformat ndryshme të rrjeteve sociale, i shohim veç pamjet e bunkerit. Radioja si e tillë fizikisht ka qenë e konstruktuar prej fillimit në bunker apo ka qenë në shtëpinë afër? ka qenë saktësisht në selin e shtëpisë Aslan Berishës, domethënë të babës së Riza Berishës. Aslan Berisha, një shqiptar i mirë, një patriot, një ardhëtar i cili nuk ka hezituar me në lëshut shtëpinë e vet, aty ku ka jetuar dhe bashkë jetuar me familjen e vet, domethënë veç në aneks të shtëpisë ai ka jetuar me familje dhe pjesën tjetër na ka lëshuar neve, me një fjalë në podrum, se ka pasur edhe podrum shtëpia, i kemi përgatit materialet edhe pastaj kemi dalë me gjipin lëvizës duke lëviz herë në atë vend, herë në tjetër, për të mos mundet me na identifikua domethënë arsenali i ushtrisë dhe i policisë serbe. Edhe atëherë teknologjinë e kanë pas të avancuar Serbia, mirë po, edhe saktësisht e kanë ditë ku jemi. Sepse ditën e parë që aty ku kemi dhënë, na e kemi përgatit materialet mirë po, e kemi dhënë nga bunkeri i pak larg shtëpisë, një 300-400 metra, në një bunker të improvizuar, modern ka qenë, i gurve domethënë, dhe edhe aty na kanë gjuhë, domethënë, saktësisht e kanë deshifruar ku jemi. Mirë po nuk kanë mund me na godit, domethënë 10-15 metra, 20-30 distanca fizike e gjujtjeve goditjeve, sepse ato gjujtjet kanë qenë në mënyrë parabolike, domethënë nuk kanë mujt direkt me na godit, sepse rreth e për qark ato vargmalet maleve heroike të Berishës kanë qenë të mbushura plot me ushtarë dhe ushtarët tona. Supozohet diku rreth 5000 djemë dhe vajza tona kanë qenë në vijën e parë të frontit dhe për ditë ka pas luftime. Për ditë ka pas vrasje plagosje nga të dy anët. Mirë po edhe një duhet ta them. Pse jo edhe me mburje me krenari. E vetmja zonë që nuk është shkel nga kombësoria e ushtrisë barbare serbe janë malet e Berishës, që nuk ka hyrë asnjëherë nuk kombësoria. Jo, asnjë minutë, asnjë sekond. Përveç Radios Kosova Lirë, kush ka funksionu tjetër në aty zamra e UÇK-s ka qenë, sepse shtabi i përgjithshëm i UÇK-s ka qenë bashkë. Aty kanë ditë fort mirë. Aty ka qenë radio, aty ka qenë agensioni Kosova Press, aty kanë qenë rreth 90.000 civil në ato vargmale që kanë qenë nën mbrojtjen e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Domethënë ka qenë përgjithësi më shumë se historike, sepse thjesht aty ka qenë edhe spitali ushtarak në Divjak. Me një fjalë kanë qenë pothuajse çelulet kryesore të institucione më të rëndësishme të shtabit përgjithshëm të UÇK. A ka pas ndonjë rrethim, themi, poshtë asaj zone nga ushtria dhe policia dhe paramilitarët serb, të cilët kanë provu në një mënyrë ose një tjetër me blloku të tëra zonë, me ndërtu një perde të hekur? Absolutisht në rrethim të hekur kemi qenë. Absolutisht. Sepse prej Kamaranit, aty në kryqit fam keq, edhe krejt rreth maleve të Berishës, të Krojmirit, të fshatrave për rreth të Shalës e tjerë, domethënë kanë qenë të pozicionuara me tankse, me topa, me helikoptera, për ditë ka pas garantime luftime dhe furnizimet ka veshin. Po natën kryesisht natën furnizimet i kanë bërë njësitë tona, edhe kanë hyrë nëpër shtëpia, sepse civilët kanë qenë të tërhequr dhe krejt domethënë në malet e Nekovcit kryesisht edhe të Berishës, aty kanë qenë rreth 90.000 civil, krejt kanë qenë zbrazur ato fshatra, natën shkonin nëpër hamare, nëpër koshat, merr shëndrith, mielle, misër e tjerë buke, çka gjenin u furnizoheshin, vinin ja sillnin domethënë edhe popullatës civile dhe ushtarëve, dhe kështu kemi mbjetuar 6 muaj rresht. Dhe pas 3 muajve, me saktësisht me 27 mars 1999, 3 ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi qatet serbe, gjithandej Serbisë, Jugosllavisë edhe Kosovës, na goditën me 27 mars me 2 aeroplana MiG nga kodra e Goleshit, aty ku e kanë pasur bunkerin më të madh të armatimit më të fuqishëm që e kanë pas ndonjëherë. Edhe ai goditje ka qenë fatale për djaloshin e Hasretit, siç thot populli, djaloshin e dëshirit, Elbasan Jakub Berisha, 14 vjeçar, ai vritet nga ato granatime, nga kaset bomba, domethënë 2 aeroplane kanë hedhur nga 8 kaset bomba, ato kaset bombat i kanë pas ka 220 bomba të vogla, me një fjalë nuk ka mund as zogu i malit me shpëtua, ku e ka përfshi perimetrin e gjerësisë dhe të goditjeve ato bombardime, shkurt plagosën 10 civil fshatit Berish,
vritet Elbasani, për çudi dhe për habi, shpëton për pak metra ekipi i Radios Kosovë e Lirë. Nuk goditet. Domethënë janë krejt ato sigurisat e bombave që unë pas pak sekonda që kam marrë aparatin fotografik edhe i kam fotografu. Edhe i kemi fotografi, domethënë ato kaset bomba janë më të mëdha se një remorke traktori. Dhe në secilin prej tyre janë vendosur 220 bomba. Me një fjalë i kam fotografu edhe kur kanë ra poshtë ekipi i radios në thellë atje në mal, me një herë kanë marrë telefonin satelitor që kemi poseduar, që na kanë quajtur Gorbaçov nga Zvicra, telefonin ajror satelitor, dhe kanë lajmëruar Selinë NATO-s në Bruksel, përkatësisht reporterin ton që kemi pasur Krem Krasniqi, që ka qenë online 24 orë i lidhur me Selinë e shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe Selinë NATO-s në Bruksel. Jo kemi dhënë informatat edhe shifrat e kaset bombave, edhe pastaj në fakt ajo goditje ka qenë fatale edhe për forcat serbe, sepse ata dy aeroplana për aty janë godit nga aeroplanet e NATO-s. Unë me sytë mi i kam po. Domethënë kur ju kanë lëshuar sikur skëfterit, skëfterit apo zogut. Edhe e kam po me sytë mi kur njëri prej aeroplaneve është godit, edhe ka rënë në malet e Likovcit atje, edhe tjetri në malet e Terpezës. Domethënë të dytë janë godit për vdekje dhe aty ka qenë një ngjarje shumë interesante, sepse një hakmarrje e vlefshme, themi për hir të shumë e vërtet, ka qenë edhe një sinjal i qartë edhe për neve që ne duhet të mos lëvizim shumë tash, sepse çdo ditë kemi lëviz me xhipin, lëvizës me teknikën tonë, dhe mos ju rrezikum kaq shumë edhe me aeroplana, aty për aty, atë ditë veç i kemi dhënë lajmet me insistimin e Martin Çunit, se Martini insistoi tha nusrat. Edhe sot gjithçysh po i japim lajmet sepse dyshon populli që jemi vrarë gjithë. Edhe që është ndërprer transmetim. Pas bombardimit nga aeroplanit. Po, pas bombardimit. Edhe dyshon populli nëse nuk na njihet zoni sot në ora 16, thot i paskmi la durt. E pas kanë godit edhe radion edhe është çdo ekipa dhe s'ka më lajme. Edhe jemi shku pak 2 kilometra larg shtëpisë së Aslan Berishës, në një mullar të Sanës, e kemi improvizuar, kemi ngjitur antenë në Radios Kosovë e Lirë, binte shi, dhe atë ditë për çudi më tërhiqte vdekja. Unë me çdo kusht insistoja me dhënë aty ku e kishin dhënë 150 metra më larg qytetit mullarit të Sanës, ku e kishin dhënë herën e parë. Edhe po i them Martin, sot po e japim te bunkeri ku e kena dhënë me 4 janar 1999. Ai insistonte në asnjë mënyrë. Pse bra Martin? Që aty s'kanë gjumë, veç një herë, jo, tha, nuk vjen shprehje. Absolutisht aty, midis ledine, aty tha jo. Dhe për fat, ishte fati marrë që dëgjova Martinin, edhe insistimi i tij, edhe si ja kom nisune. Aty e kemi improvizuar në një najlon, binte shi, ishte Valdet Hoti, Fatmir Dugolli, unë edhe Martin Çuni, se kur s'kemi shku krejt komplet ekipa, për me u rrezikuar. Nëse vritim, le të vritim 2, 3, 4, po jo 8, 9 sa ishin krejt. Edhe kur thash s'kemi shku më shumë se 3, 4 vet. Kur tamon ja kam nisur në ju flet Kosova e Lirë, çat ditë, me 27 mars, me sy tonë këna pa veç kur ka kërsit atje 150 metra, s'ka pas më shumë distancë, me dis bunkerit, granata, mina hedhësi i Serbisë, që as copas nuk kishin gjitë. Satsisht që aty e ka qelluar. Bunker ku në vazhdon me 4 janar. Edhe pesjell kokën Martin e shef tha nëse me pas ndëgjuar, mos e shoh asnjë. Edhe ishte ndërprer krejt transmetimi për. Po thuaj se shtuam. Po dhe pastaj ndërtuam një bunker, e bëm një pauzë, edhe paralajmëruam opinion. Sa kanë duhet çajo pauzë se përmendet çajo pauzë. Krejt 7 ditë. E thamë në fund të lajmeve. Për shkaqe teknike dhe taktike, për disa ditë do ta ndërprejmë programin e Radios Kosovë e Lirë dhe do të rifillojmë shumë shpejt në një vend tjetër. E kemi ndërtuar në majën e Pallanikut një bunker i cili ka qenë zërë me u ndërtu, sepse kemi hasë në një guri aq të madh, sa që është dash 3 metra thellë në tokë, me bot copë grim gurin, me lopata, me kozme, me gjëra të thjeshta, edhe megjithatë vullneti ka qenë mbi njerëzor, në kanë ndihmuar edhe popullata civile, edhe ushtarët, edhe mas 7 dite e kemi mbulu, e kemi sofistiku aq mirë sa që veç me na godit direkt në bunker se s'ka pas shanse ndryshe me na zgjësu. Edhe nga 8 prilli, domethënë 7 ditë kemi pauzu,
në fakt jemi rikonsoliduar dhe kemi ndërtu bunkerin aq mirë sa që prej 8 prillit deri me 21 qershor 1999 në Shërplana me ekipin e Radios Kosova e Lirë, çdo ditë Ka pasur me bardh mu. Jo, se kemi lëvizë, çdo ditë direkt kemi dhënë lajme nga bunkeri. Në fakt teknikin e kemi mirëmbajt, Riza Berisha ka qenë shumë i kujdesshëm. Teknikin e mirëmbante, e pastronte, e mbështellte me batanie, me temperaturave e tjera dhe mund ta imagjinoni. Sot populli ka manen e vet me maj gjallë edhe teknikën. Sidomos në po flasim për vitin 99. Aq shumë ka qenë i kujdesshëm Riza, saqë sinqerisht po të them, kjo është shembull historinë botërore. Asnjë minutë s'kemi pas defekt, prishje teknike. Që është në kohën e paqes nuk ndodhi këto gjëra të mrekulli. 6 muaj ditë, asnjë minutë s'kemi pas prishje. Asnjë minutë s'kemi pas ndërprerje. E pak më herët na patëm ndalesë të ndërprerjes të energjisë elektrike në Prishtinë, po vitin 2025, para minutë. 26 vite. Edhe kjo me paskun live i kish rrallë që i dashur me nal transmetimin. Jo, A juve në luftë, 99 s'ka mujt Serbia, Jugoslavia, për të qenë sigurt, mos më na dështu asnjë ditë, ne kemi pas gjeneratorin, ne kemi poseduar gjeneratorin e madh. A ka rënë me borë? Po, për ditë. Se na teknikën edhe gjeneratorin nuk e kemi lënë bunker, sepse frigoheshim që edhe mund të hinë forcat toksore dhe mund të azosojnë. E tha që e keni paremru javën ndërprerjet përkohë. Sot me analizu, po thënë sret. A mendon që e kanë besu popullata? Pak e kanë besu. Pak kanë mujtë me besu. Por kur ne kanë dëgjuar zonën spaku kanë besu që jemi gjallë po. Se s'kemi mund të themi tash dikush jemi gjallë, dikush është vrarë, po thjesht kanë shpresuar që do të na dëgjojnë zërin të gjithë dhe një ditë dhe prandaj ndodhi mrekullia. A mundesh ma shpjegoni se të kujtohet, që ka kaluar do vjet, po kur keni lëviz prej një pike me një pikë, po, për me i dhënë edicionet informative, po, ose me lajmëru, çfarë do qoftë ai lajm që keni pas me dhënë. Çka ka bërë me vete? Pastaj në sret. Kuptimin do të thonë përveç se ki fol, ti kur ki lëviz nëpër çato far pikash ku ki pas me dhun lajmin, do tash me marr diçka me vete për shkak të ekipes vogël. Po, definitivisht çdo ditë automatikun e kum pas me vete. Domethënë edhe letrat në dorë. Letrat në dorë, automatikun. Edhe mikrofonin se jo, me mikrofon është marr ekipa, domethënë operatorët e zërit dhe teknikës, Valdet Hote dhe Fatmir Dukolli. Ata janë domethënë meritor kryesor me Martin Çun, mos me qenë Martin Çuni definitivisht. Edhe Fatmiri edhe Valdeti që kanë operuar me teknikën, s'ka pas shansa në asnjë ditë me dhënë lajme. Dhe prandaj çka kanë kuptuar për atë kohë teknika. Çka kanë kuptuar për atë kohë teknika? Çka ka për kryesisht domosdoshmë mjetet kryesore për me dhënë transmetim? Po, që ju do të pas patjetër ofër. Po mikseta e madhe, që ka qenë më e madhja, edhe antena, generatori, edhe kabla e gjatë, kabla që e lidhte generatorin për me amortizu zhurmën, domethënë dëshke me qindra metra me pas kablën e gjatë që lidhet me teknikën kryesore me miksetën, edhe mos me u dëgju zëri i generatorit, sepse e prishte programin. Dhe prandaj kjo teknikë ka qenë kryesorja, edhe ka funksionuar perfekt. Ka ndodhur një herë se thuajnë sot që generatori din me dhon ka një herë tension të nalë ma shumë se që duhet. A keni pas si stabilizatorësh, kuptimin që mes mjaft djeg në transmetim, mes mjaft djeg teknikën? Jo, stabilizator s'kemi pas, po për çudi fatin e ka prind, nuk kemi pas. Nuk kemi pas këto probleme. Jo, është mrekulli. Edhe du me të pyet edhe diçka, për sa i përket pjesës antenës. Po. Shihen, ka pamje që shihen, domethënë duke tentuar me ngrit sa më lart. Po. A nuk javë kanë granatuar një herë antenën? As kanë provuar paktën se ata nuk kanë mujt. Nuk e kanë shenjëstruar. Nuk kanë mujt me godit asnjëherë se gjitha kena kamufluar. Me dushka, me rama, me deg të lisave, e kemi kamufluar dhe veç ne që kemi ditë kusht se domos s'ka pas shansa me pa ata, as larg jo. Parashihet që domethënë nuk do të pas pengesa shumë sinjali. A janë zgjedhur marrë të Berishës për radion e Kosovës dhe për shkak të mos me pas pengesa që me përfshi krejt territorin e Kosovës? Për Fatmir se në kushtet e nivelit tëll, po supozoj, s'kish bo. Jo, domethënë është ajo rrafsh nalt, më shumë se 1000 metra lartësi mbydetare, ka qenë mjaftueshme që ky etër të shpërndahet gjithandaj trojeve tona arbrore deri në Koks, deri në
Kumanov, Tetov, ka përfshirë këtë po, pjesë, domethënë jemi ndëgjuar me shokët tanë edhe deri këtu po dëgjohet, deri këtu po dëgjojmë, dikun me pengesa, dikun me ndërprerje, aty këtu po me një fjalë ka funksionuar sepse ka qenë fat i madh për ne ushtrinë qëllimtare të Kosovës që ato ditë NATO-ja i pat bombarduar kryesisht radiostacionet dhe televizionet difuzive serbe. Dhe ato edhe që kanë, po, bravo, edhe që kanë pengu val, po një kohë edhe që kanë... Po, Radio Kosova e Lirë ka qenë mbretëresha e etrit për 6 muaj rresht, pothuajse. Dhe këtu ka qenë mrekullia. Shtabi i përgjithshëm, ju ka një tjetër procedura burokratike në atë botë? Jo. Me thonë, mi e dhonë përparësi qësaj zone ose qësaj zone? Jo, perfekt ka funksionu gjithçka. Bile ajo është diçka e papërsëritshme sepse në 7 zona operative të UÇK-s kanë qenë nga 7 reportera të 7 reporter për secilin zonë. 7 reporter për secilin zonë. Dhe reportere, se ka pasur edhe vajza, për shembull dëshmorja e kombit Hyre Mini, luftëtarja që është gjallë, bashkëshortja general Rahman Ramës, Drita Simnica, ka qenë Tezaki Imje, me një fjalë ka qenë reportere, Sabit Gashi. E kam pas nderin, lavdi i qoftë, me konë, me thonë, edhe me komandant Taher Sinani, me luftën e Maqedonisë, një zoj shumë e vërtet, pra shka edhe idealit e veta nuk i ka ndalë deri sa nuk e ka dhënë edhe deri në vrasje, po. Kështu që në çdo zonë operative kemi pas nga 1 ose nga 2 reporter dhe reportere. Në zonën operative të Dugaxhinit ka qenë e madhja dëshmorja e kombit Fitneta Ramosaj, në zonën operative të Karadokut ka qenë Ismet Sulejmani dhe Shemsi Syla, në zonën operative të Shalës ka qenë Drita Simnica dhe Sabit Gashi, në zonën operative të Nëredimës ka qenë Rozhdia Shari, edhe se di tjetëra mbet për e thonë edhe në ndonjë zonë tjetër, se në fakt në zonën operative të Nëredimës ka qenë edhe Shokri Buja, komandanti, edhe Rozhdia Shari, kështu që në zonën operative të Drenicës kanë qenë 3-4, se jo veç njëse ka qenë edhe Taher Desku, edhe plot të tjerë, sepse në zonën operative të Drenicës dhe Pashtrikut ka pas ma shumë reportera, se çdo zonë operative thash e ka pas ka një telefon satelitor ajror dhe informatat kanë qenë të dorës së parë. Krejt çka ka ndodhur në çdo zonë operative, ne kanë dërguar neve në Radion Kosovë Lirë dhe Agjencioni Lajmi Kosovë Press dhe prandaj me përgjegjësi historike e them që Radio Kosovë Lirë dhe Agjencioni Lajmi Kosovë Press kanë qenë institucion e vetme informative më të besueshme në Evropë dhe në botë. Dhe jo rastësisht. Po. A kanë komunikuar agjencitë e huaja? Absolutisht. Dhe që ata ndesh të them që ka qenë mrekulli me kuptu edhe gjeneratët e reja që atëherë nuk kanë qenë të lindur fare dhe që sot i kanë 25-6 vjetë, jenë dhe vajzët tonë dhe që kanë iden që ka mund funksionoj një diçka e tillë në kohën e luftës, një radio guerilje, dhe domethënë i kemi pas lidhet me reporterët edhe me agjencion më të njohur evropiane dhe botërore. Madje New York Times, Washington Post, Deutsche Welle, BBC e tjerë thirreshin kryesisht në burimet dhe në referencat e Radios Kosovë Lirë dhe thonin që ky bunker është bunkeri më i çuditshëm në botë. Prej nga na vinin informatat e dorës së parë. Dhe prandaj ka qenë dobësi institucionale e çdo qeverie të pas luftës së Kosovës Dardane që nuk e pat rregullu bunkerin e Radios Kosovë Lirë dhe me elan bunker muzej ashtu siç ka qenë. Tash e kemi rregullu në fund mas 25 vjetë me insistimin e ekipit të Radios Kosovë Lirë. Sot kemi bunker muzej, do të shohim origjinal është çati ku ka qenë me pajisje, me teknik, antena gjigante, me një fjalë është kompleks memorial tash që a ka pas një koordinator të veçantë të Radio Kosovë Lirë që ka komunikuar me agjencitë e huaja të lajmeve apo realisht inxhinier Isa Krasniqi ka qenë njëri nga më meritorët që dinte të manipulonte me teknikën, me
në laptope, me kompjutere, me lidhje, me gjuhë, me tjerë. Ai ka qenë me Selinë NATO-s në Bruksel dhe me Ekrem Krasniqin i lidhur 24 orë, kështu që kemi pas edhe djemë dhe vajzë të tjera që flesin gjuhë tjera, gjermanisht, frëngjisht, anglisht, me një fjalë në disa gjuhë, në 3-4 gjuhë, na i kemi shpërnda informacionet tonë përmes agjencion të lajmi Kosovë Press. Tha që nuk ka ndodhur transmetimi i parë me 28 nëntor. Me cilën datë ka ndodhur transmetimi i parë? Me 4 janar, me 4 janar. Se po du me ndëlidhë, se edhe pse kur një ri, kujtohet si sot, domethënë që na nuk kemi qenë fshatin tonë, kemi qenë me një 3 fshatra më larg fshatit tonë. Kur edhe për herë të parë e famshmja ju flet Kosova e lirë. Po. Edhe si sot më kujtohet që gjysha ime ndjes pas ka thonë apo fol një radio shqip se TV-shën gjithmonë e kanë pas problem me kap televizionin shqiptar. Shumë vërtet. Edhe kur e kanë në kushtet luftës, kur e kanë dëgjuar që po fol dikush shqip, do nuk unë befasia ma e madhja për këtë ata njerëz që ngun në për Kosovë tu ikë prej granatimeve të ushtrisë dhe policisë dhe paramilitarëve serb. Thjesht ka qenë zë shprese për popullin dhe për ushtrinë. A e keni pas që dijen ju kur e keni thonë Radio Kosova e Lirë që të gjithë të tjerë do të rënqeten që dikush po flet për mbrana e Kosovë në gjuhën shqipe dhe po informon për çka po ndodh në vijat e frontit. Të them të drejtën Argjend, unë vetëm rënqet. A e keni ditë fuqinë e fjalës se jeni duke po ndoshta jo bash deri në çat nivel sa mund ta imagjinosh sot, kur i kujton para 26 vjetësh çka ka ndodhur dhe çfarë kushte dhe rrethana ka funksionu një radio e tillë 6 muaj rresht suksesshëm, ajo ka qenë më tepër se bomba atomike për pushtuesin serb. Sepse çdo ditë na kanë granatu, duke u mundu me zhdukat zë, se e kanë ditë që është zë shprese, zë mobilizimi për ushtrinë dhe për popullin. Dhe prandaj ky kombinim i fuqishëm ka qenë një nga armët më vdekjeprurse për pushtuesin serb. Sigurisht. Kështu që po, ka qenë mjet informimit quhet në kushte lufte dhe ju dini quhet mjet propagande. Ka qenë për neve ka qenë propagandë pozitive për shkak se edhe jemi informuar, por të njëjtën kohë ju keni një ball informata propagandës keqe të Jugosllavisë dhe të Serbisë më të Ka qenë emocion i veçantë Argjend, sepse çdo ditë kur thojsha ju flet Kosova e Lirë, vetëm me vetë thojsha o Zot, a do të mund të qëndrojmë edhe të them edhe nesër ju flet Kosova e Lirë. E se themi 6 muaj rresht, as optimistin më i madh nuk ka mund ta besoj. Se lere me pas edhe dilema, se në fillim kemi pas dilema, duke e ditë çfarë armatimi ka armiku, thëshëm 2 ditë, 3 ditë nështë ta mundemi, por le të shpërndahet zëri, le të bëhet mobilizimi i popullatës, le të vinë ushtarë dhe ushtare më shumë, sepse me çata që ishim, e dishim që nuk janë të mjaftueshëm, dhe prandaj ndodhi edhe mrekullia që nga të gjitha zonat operative, për herë të parë u kombinu penda dhe pushka fuqishëm dhe erdhen ushtarë dhe ushtare, jo vetëm nga Kosova Dardane, por edhe nga Shqipëria Londineze, edhe nga Maqedonia, edhe nga Malezia, edhe nga Kosova Lindore, edhe nga Amerika, edhe nga Evropa. Ju e dini edhe batalioni Atlantiku i UÇK-s prej Amerike kanë ardhur me aeroplana, me armatime me kret, ka pas shumë djemnane që 2 fjalë shqip si kanë ditë. Ata të lindur atje mirë, po kur i kanë pa gjitha krime, masakrën, prekaze në Abrien, Drenicën, Dugazhin gjithandej, aty unë ju ka rrash gjaku shqip në për damare dhe i quaj kanë kap armët e nërë në kanë dalë dim. Dhe prandaj kanë herë them, ruajuni o populli dashur dhe i shëmvojtur, mallkimit të gjithë këtij gjaku të derdhur lëm. Ruajuni se është derdh gjak shumë. Janë sakrifikue familje të tëra. Vetëm komandanti legjendar dhe lagjet jasharit të prekazit heroik i kanë sakrifikuar dhe kanë fliju për 3 ditë 59 anëtar. Vetëm familja Muqolli Poklekut të Drenicës heroike 54 të vram, 25 fëmijë prej tyre. Familja Berishës Suarekës 49 vram, 19 fëmijë. Veç që to 3-4 familje kanë herë mi llogarit, edhe duhet mi u tut, mi u frigu, me pas shumë dro nga friga e madhe edhe nga mallkimi i madh që do të na mallkoj ky gjak i derdhur lëm, nëse nuk do të jemi mirënjohës dhe falenderues për gjithë sakrifica sublime, me punu drejt për këtë popull e jo me uqu pesh. I përmanet gjithë këto masakra me drejt. Ju jeni mas lufte me 21 qershor, nëse s'gaboj. Është mbyll programi transmetimit tonë. Është hera, kuptimin po them hera e fundit. Që e keni thonë në emër të dita e fundit në emër të luftës shqiptare, që e keni thonë ju flet Radio Kosova e Lirë. Po. Pastaj keni pauzu. Në fakt jemi vendos, të njëjtën teknikë kemi vendos në Bregdjellët, ku edhe sot është Radio Kosova e Lirë,
edhe aty unë edhe Martini kemi qenë edhe një 3 muaj, derisa është stabilizu funksionimi i transmitimit të programeve të Radios Kosova Lirë, edhe ka vazhdu edhe është privatizu, dhe ma profesor Ahmet Qeriqi ka privatizu, edhe tash atë radio mban familja e profesorit, që 25-30 rresht, edhe S'po du me të shtin debat me kërkon profesorin Sret, po kjo nuk po më tingëllon shumë me drejt orë privatizu. Një institucion është, Radio Kosova Lirë është institucion vete. Është vërtet, këtu e kemi bën një gabim, të them të drejtën i dashur Argjend, dhe unë personalisht edhe njerë për përsëritin nuk është kjo për me të shtin debat me kërkon? Në asnjë mënyrë. Po veç me shpjegu, domethënë kuptimin e çfarë kupton kjo është privatizu. Këtu nuk i kanë pas fajt as profesor Ahmet Qeriqi, as familja Qeriqi, sepse nuk ka qenë e kujdesshme asnjë qeveri e Republikës së Kosovës së pas luftës gjenocidale që kjo radio të mbetet radio kombëtare, radio shtetërore. Asnjë kujdes, as minimal. Madje as shok ton, as komandanta Ish komandantat edhe politikanët që kanë qenë pastaj edhe kryeministra, presidenta, më thash, domethënë ata janë fajtorët kryesor që nuk e kanë kapitalizuar këtë vlerë kombëtare dhe të shajt me shndërru ose në radio muze, me lanë muze, edhe me zgjidhja më e duhur për mendimin tim. Më mirë, me mbyll ai kapitull Ministrisë Qershore, me u dërzu teknika, aparatura krejt në muzeun kombëtar të qytetit të Kosovës në Prishtinë. Një gjë e tillë nuk është bërë dhe profesor Ahmet Qeriqi në një farforme është detyruar me vazhdu me qatë emër edhe me regjistru unë me ke ka regjistru, si që janë regjistru edhe radio të tjera private me qindra sot që janë sot. Kështu që nëse kemi bën ndonjë gabim, e them me përgjegjësi historike, unë, Martin Qoni dhe komplet ekipa Radios Kosova Lirë, pas luftës, një gabim që nuk ja fali veti, as unë besoj as ata, që kemi leju me u privatizu dhe me u regjistru si tillë, me të njëjtin emër. Ani, le të regjistrohet, po jo me emrin e Radio Kosova Lirë. Jo, në asnjë mënyrë, këtu kemi bërë gabim të madh sepse në kuptimin me fjalë popullore, nuk po marrok logjikë. Ky gabim është i pafalshëm. Radio Kosova Lirë. Po. Mu regjistru si SHPK. Është ose edhe si NGO. Nuk pe di a është SHPK, a është NGO, po gjithsesi. Gabim historik ka qenë. Se mes një lon Radio Kosovës, mjashtu edhe e Lirë. S'ka nevojë me konë edhe Radio Kosova, edhe Radio Kosova Lirë si SHPK. Jo, instancë shtetërore është Radio Kosova Lirë, jo Radio Kosova. Shumë e vërtet. Nëse jo muze, do duhej që në kuadër të Radio Televizionit Kosovës të lihej e veçantë veç Radio Kosova e Lirë si një trashëgimtare e luftës çlirimtare. Thjesht gabimet në dhoma të qeverive tona të një pastishme. A e ke diskutuar me najonin për këtyre komandantave që i përmendën që janë bu politikanë dhe kryeministra dhe ministra, tashmë të gjitha të tjera të radhë? Me të thonë a e ke diskutuar në kuptimin konfidencialitet në mënyrë shoqërore? Pse ka ndodhur kjo? Me të thonë drejtën, këtë shqetësim e kemi shpreh shumë vonë, duke i pa edhe do gabime, do lëshime, duke u fut në atë radio edhe njerëz të cilët absolutisht kanë qenë anti-kombëtar, anti-fetar, anti-njerëzor, domethënë thjesht kanë pas qasje në atë radio me vite, duke i keq përdor valët asaj radio, dhe aty kanë lind pastaj edhe disa pakënaqësi që rezultojnë pastaj edhe në një farë ftohje të mes antarëve të Radios Kosova Lirë dhe personalisht profesor Ahmetit, i cili tashmë është i ndjerë, ai ka meritat jashtëzakonshme me familjen e tij, i burgosur politike, me vepra të mëdha dhe pas luftës e kanë mbajt gjallë këtë radio që 25-60 vite rresht, meritat e tyre janë të pakontestueshme. Por insistimi që me çdo kusht tash ajo radio me mbet radio private dhe me të njëjtin emër është gabim historik në radhë parë. Joni që kemi lejuar me u bë ky vendim kaq i pa kuptim dhe i pa logjikshëm. Edhe pastaj edhe institucioneve tona të njëpasnjëshme të qeverive tona që nuk e kanë pas kujdesin minimal që kjo radio të trajtohet si vlerë, si kapital, si aset shtetëror, aset kombëtar e jo aset privat. Gabimi i madh. Këto gabime janë shteti kur do i përmirëson gabimet e veta. Ish dasht. Veç është interesimi. Veç është interesimi. Se ne kemi kërkuar, thash par vjet kemi kërkuar me thjesht si ekip, kemi kërkuar që komplet teknika e kësaj radio, teknika e luftës, atje ku është në një shtëpi muze në Berish, që s'ka pothuajse kur far sigurie, kujt i teket mund me shku me thyë edhe pse ka tash kamera, po thjesht ajo është larg shyrit, larg kontrollit, larg mbikëqyrjes
se me fillt institucionale mundet me u vjedha e teknik dhe kur farë përgjegjësie ma mos me morë kërkush, si jemi të papërgjegjshëm në shumë aspekte pas kësaj lufte të tmerrshme që ka ndodhur 26 vite më parë. Kështu që këto janë gjëra, lëshime, gabime, i dashur Gjargjen që po na kushtojnë shumë, na nuk mund të shfaqsohemi, thash unë personalisht vetë që kemi leju me të njëjtin emër me vazhdue ajo radhje, po është dashur me u mbyll si kapitull me Ministerin Qershor në Athenon, me u dërzuar teknika në muzeun kombëtar, edhe me qenë muze i vizitorëve të miqve tanë, armiqve tjerë, s'është mund fare. Mas luftës, siç tham, duke mos dash me zgjeru më tepër këtë çështje në debatit, pse nuk ndodhi kështu, pse nuk ndodhi kështu, pas administrat, po du me të pyet, keni lëvizur, keni udhëtuar gjithandej me dëshmi në dorë për mi tregu botës për çka ka ndërmarr Serbia gjenocidale ndaj popullit shqiptar. A e keni pa që është shumë e nevojshme që botës nuk është që i hapën syt lehtë për mi pa të vërtetën? Jo, a keni hasë në vështirësi pas administrat? Edhe në kuptimin financiar, edhe në kuptimin logjistik, edhe në kuptimin e kontakteve, të komunikimeve, çu kanë prit bota perëndimore, kur i keni prezantuar këto botime, këto dëshmi, këto faksimila. Ruajtja dhe finalizimi i këtyre dëshmive i dashur Argjend ka qenë jo e domosdoshme, por imperativ i kohës. Sikur gjaku që është i domosdoshëm për mbijetu pacienti, kur i duhet gjaku për me mbijetu, ashtu ju ka desht Kosovës Dardane edhe finalizimi përkatësisht kapitalizimi i kësaj vlere të madhe kombëtare dhe historike në vepra, në libra, në filma, në ekspozita, në arkiva, në video, fotografi, të cilat i kemi me bollok. Sepse një numër jo i vogël i luftëtarëve dhe luftëtarëve të lirisë kanë qenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, njëri prej tyre jam edhe unë. Edhe Martin Qoni, plot të tjerë që kemi grumbulluar për publikun, materiale. Këto bëhen në baza individuale, nuk është bëu kjo në baza institucionale. Jo, për fat keq, jo në baza institucionale, sepse institucionet prandaj pyeta ke pas vështirësi. Jo, kemi pas vështirësi marramense të mëdha, domethënë sakrifica pothuajse mbi njerëzore, sepse me marr barrën e shtetit, individi është sakrificë mbi njerëzore. Kem pas pengesë edhe natyrës financiare, sidomos edhe shumë të tjera, por ja që vullneti, përkushtimi edhe ideali po e bëj kat veten dhe kam arrit që një numër jashtëzakonisht madh të veprave të mia, e sidomos të librave të gjenocidit serb mbi shqiptarët që i kam finalizuar në nëngjuhë botërore, ti promovoj në të gjitha qendrat evropiane dhe botërore, madje deri në Kanadan, e largët, Amerikën, Mike dhe deri në Australinë e largët. E kam lexuar dikun që njëri nga botimet e keni përkthyer në japonisht. Në fakt, ne nuk e kemi përkthyer, po ne e kemi përkthyer me japonez, po. Derisa ishte ambasador Ahmet Çale, ambasador në Ka qenë interesimi atyre? Ka qenë interesimi i tyre, sepse ambasadori Ahmet Çale kur ishte në Tokyo në atë periudhë e ka pas librin tim dhe kur e kanë pa miqt tan atje në zyret e ambasadës son, e kanë shfletuar dhe nga kurreshti e kanë pyet ambasadorin Ahmetin kush e ka bërë këtë libër, është gjallë autori, sepse kur e kanë pa përmbajtjen e librit, kanë menduar që e pamundur me qenë edhe gjallë autori, se nëse është gjallë, sigurisht është i çmendur, sepse ato është libri më shokues. Nga përvojat e veta. Po, nga përvojat e veta, është libri më shokues në historinë botërore. Ato janë çaq pamje trane, çaq shokuese saqë ai nivel i barbarizë dhe i mizerisë serbe mbi shqiptarët ka mund të jetë ndoshta vetëm në kohën e mesjetës. Ama se ndodhen ato gjëra në fund të shekullin 20 në zemër të Evropës, mundesh me vërtetue, s'po them veç në librin tim, po në veçanti në librin tonë, se ai libri joni, nuk e imi, e kam thënë shumë herë, atë libër e kanë shkruar me gjakun e tyre të njom, hiç më pak se 571 shqiptare dhe shqiptare që janë vrarë në ekzekutu vetëm se kanë qenë race kundërt me ekzekutorin. Dhe prandaj kur e kanë pa atë libër, dhe ato pamje shokuese me rreth 1000 fotografi, i kanë thënë vetë ambasadorit, a po na me marrë me përkthy japonisht pa asnjë kompenzim, pa asnjë cent. Ai profesori ka thënë, ambasadori, po na do të jemi të privilegjuar pas përkthymit në gjuhën japoneze, kështu që është shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, turqisht, serbokratisht, është maqedonisht, suedisht, japonisht. Domethënë, është në 9 gjuhë botërore. Dhe për fat keq asnjë qeveri e jona
nuk e merr mundin që ta ketë në sirtarët e vet asnjë kryeministër, asnjë presidente me pas spakun në tavolinë në sirtarët e vet. Për shkak se libri tregon ndër shekuj si ka ndodhur barbarizmi. Gati 2 shekuj me radhë. 2 shekuj me radhë. Është një libër që nuk mund të rezistojë askush. A menon që pas ato fakte. Po. Kish pas me u gjyku keq intervenimi i NATO-s pas luftës. Shumë e vërtet. Do të akuzohej sigurisht. Për shkak se e kum pas çtu kujin e ju, kum pas të mbijetuar në masakrën e Dubrovës Sadik Zeqirin. Po. Edhe e ka një tregim interesante. Njëri nga fotografët që ka fotografu pasi ka ndodhur masakra në burgun e Dubrovës ka qenë ish ushtarak i servis. Po që fotografitë duhet me i tregu dikush, duhet me interpretu dikush apo ai e ka marrë përsipër me interpretu ato fotografi. Dhe ndër tjera, kur ka ndodhur përballja me zotin Zeqiri, është marrë vesh që ato fotografi janë interpretuar si janë të burgosur të rebeluar. Dhe gardianët e policë dhe paramilitarët si kundërpërgjigje për me e qetësu rebelimin, do është me i vrau disa nga të burgosurit. Prandaj po të pyes që me mungesën e tyre a kish pas mu keq gjyku nga bota, nga armisht, edhe me shtanë bas ataj me këshyrë si me rezerva intervenimin e NATO-s? Definitivisht do të ishin pasojë të paparashikueshme, sepse mungesa e faktit e dëshmisë argumentit të lën pa frymë, të lën pa tekst. Dhe ju e dini nderuar argjent që ne shqiptarët për fatkeq përkundër shumë të mirave që kemi, harresën kujtesë historike kemi defekt gjenetik. Dhe po të mos ishin finalizuar gjithë materiale, sot sigurisht që do të kalonim në një pozicion tjetër, në rolin e kriminalit, e jo të viktimës. Dhe prandaj insistimi i miqve tradicional të Serbisë me barazu viktimin me kriminalin, siç po insistojnë që 5 vite rresht në dhomët speciale të ashtu quajtur të drejtësisë ndërkombëtare në Hag, është jo njerëzor, është i pandershëm, është fashizoid, është absurd, është i neveritshëm. Si mund barazohet viktima me kriminalin? Kur bota ka intervenuar me çliru popullin shqiptar pas 2 shekuj robërie nga këta barbarë të Karpateve, me rreth 15.000 viktima civile, me më shumë se 1.432 fëmijë të vranë, me më shumë se 1 milion shqiptarë dëbuar nga vatrat e tyre stërgjyshore, me më shumë se 20.000 nana, motra dhe gra shqiptarë të dënuara. Dhe edhe më tutje me insistu ki Evropë dyftyrshe me barazu viktimin me kriminalin, është e pandershme, siç është tepër e pandershme mbajtja e kreut ushtrisë lindore të Kosovës, që 5 vite për çka? Për akuzat të supozuara, për krime të supozuara. Krimet të supozuara janë krime të trilluara. Dhe këta po mundohen me i trillue me dëshmitar të rrajshëm, me duke i korruptue, duke ju dhënë kushte marrëmendse, duke ju ofruar kushte marrëmendse e kapitale, para etj, veç me dëshmor rrajshëm, por dielli me shosh nuk mbolohet i dashur argjent. Të vërtetat janë këto. Ne jemi viktima Serbia fashiste kriminale. Serbia duhet të dënohet sot dhe nesër për gjenocid. Për ndryshe stabilitet në Evropë dhe në Ballkan s'do të ketë kurrë. E kisha pyetur në radhë, sa po bëhet për ta ruajtur kujtesën, po e thatë pas nesër. Po besoj që a konsideron që veç në nesër plan nuk ka qenë e mundshme me bindë Evropën edhe botën që realisht që ky gjenocidi ka ardhur veç për pjesën e Serbisë kundër shqiptarëve, veç për shkak të racës. Edhe sot kemi përfunduar, nuk ne kemi kundgjykuar, në Ulleks po ashtu, nga gjykata tona po ashtu, edhe sot kemi përfunduar, gjykata e Hagës, rasti Limaj, Haradinaj, dhe pas 25 viteve, prapimi duke u gjykuar për shkak të këtyre tëllimeve. A bjen kjo domethënë që na kemi flajt, pas së kemi flajt. Heshtja është mallkim. Kom fjalën kuptimin institucional gjithmonë, në kuptimin individual personal të askujt. Po. Duke mos ja mohuar mas pak juve. Heshtja është mallkim. Edhe është kapitulim, sepse duke i posëdu krejt këto materiale me miliona, video, fotografi, sidomos unë edhe sociale, sa i kemi shpërndarë në krejt botën, veç ato mjaftojnë me dënu 1000 vjet Serbinë fashiste për gjenocid, jo 100 vjet, 1000 vjet. Por imagjinojeni ju, mos me qenë edhe qëta idealista,
si unë e plot të tjerë, se nuk jam i vetmi në asnjë mënyrë, po si unë dhe plot të tjerë idealista, luftar të lirisë, që nuk e kanë këshirë ma jetën e tyre dhe stabilitetin e jetës dhe të familjes tyre, por kanë sakrifiku me çdo kusht që botës mi është përnda këto materiale kaq dëmshme që mos mi ndodh mos një popull në botë, jo vetëm shqiptarëve, ky lloj gjenocidi në zemrën e Evropës. Dhe prandaj është tepër e pafalshme edhe nga ana e qeverive tona të njëpasnjëshme, e sidomos nga ana e Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës, e cila për fatkeq që 26 vite ekziston vetëm në letër. Vetëm në letër. Kjo është e dhimbshme, se bota përparimtare thot çdo shtet, jo, truri i çdo shteti është akademi. Edhe duhet të ishte, si e tillë. Por akademikët tanë, unë shumë herë kam thënë kështu i dëshpëruar edhe me emocione, akademikët tanë për fatkeq janë të i luajtur rolin e tugjarëve të partive politike. Shumica prej tyre shkojnë, vinë, hinë, dalin, kur një libër për gjenocid, kur një kumtes, kur një komunikat që 26 vjet nuk janë dalë para popullit me shkru, me lexu, me shkruar, me shpërndar, e kanë shkruar kundër UÇK-s, për marrë të zotë. Për komunikat? Po, komunikat kundër UÇK-s, po. E tash imagjinojeni çfarë akademie kemi. Kjo për UÇK-n kërkon më shumë vite. Po. Një çerek shekulli shkoi, po besoj edhe në çerek shekullin e ardhshëm arrin me ndërtu atë komunikatën për UÇK-n. Po, prandaj kuptimin mbrojtje të UÇK-s. Prandaj krejt kjo çka po ndodh pas kësaj lufte të tmerrshme dhe gjenocidale dhe me neglizhencën e institucioneve tona, edhe me kapitullimin e Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës, në asnjë mënyrë nuk na befason edhe gjendja rond ekonomike, politike, sociale, shëndetësore e kësaj Kosove të përgjohur. Çfarë bëshini pas 25 vjetëve? E tmerrshme është argjend. Ekonomikisht katastrofë. Importi veç po rritet i Kosovës, vend që të rritet eksporti. Krejt çka hamë dhe çka pim 90% janë të Serbisë fashiste. Krejt gjërat kontaminume dhe kancerogjene. Domethënë një popull që është sui generis në historinë botërore, që ushqen armiku me durë të veta, por 26 vite rresht dhe i thot faleminderit që më vrave, faleminderit që më dhunove, faleminderit që më zhduke 1700 njerëz që s'jau ke kthyes eshnat e tyre që 26 vite. Faleminderit, pak put panol, heq të ja çu milionat Serbisë fashiste në Beograd, e duke u forcu ekonomikisht e ushtarëkisht ata saqë po eshin edhe vetë Serbia sot është bë pothuajse faktor numër 1 ushtarak dhe ekonomik në Ballkan. Jo pothuajse, po numër 1 me parat tona, me mundin tonë, me gjakun. Ne kemi blerë do bayraktar. Po krejt na jo kemi blerë armatinin veç armë bërthamore, po më duket që s'kan bë, edhe ne sot lavdërohemi me 4-5 drona edhe me disa autoblinda që i kemi ble për Amerikës pas 25 vitesh. Imagjinojeni tash këtë disproporcion të forcave tona me autotarmikut. Bile kanë herë, po e thamë, o popull, ajni këfill, ajni në koma, ajni në gjumala. Mos harrani se fërkimet tona me Amerikën, mike që është sponsor general i shtetit pavarur të Kosovës, është tradhti kombëtare, është tradhti historike, sepse simbolikisht na jemi bubreci, Amerika është elefanti. E ti me ushtyme elefantin edhe me tregu patriotizëm para këtij populli, shumë vujtur dhe liridashës. Me elefantin që s'po do me të shkel, po ti po do me të shkel. Me elefantin që po don me të bë Izrael të Ballkanit, e ti pi thu jo, unë jam më i mëshmi, unë jam shpëtimtari i kombit dhe prandaj kjo theqafje ka më në kushtua shumë shtrajt i dashur argjend. Apo ti ndez plakt e luftës që keni përjetuar në luftë kjo situatë mas 25 vjetë? Për çdo ditë. Kur e gjykon pe këtij prizmi? Për çdo ditë edhe më kujtohen fjalët e të madhit Gjergj Fishta, kur zemër plasur i thyer shpirtërisht me gabimet e vazhdueshme të shqiptarëve në gjitha periudhat, i drejtohet botës dhe opinionit përparimtar, thotë le ta di krejt bota mbar se prej sodit Gjergj Fishta nuk është më shqiptar. Edhe më kujtohet ajo thënia e famshme e të madhit Faj Konica, kur thot ruaje Zot Shqipërinë prej shqiptarëve. Edhe më kujtohet që besa edhe një thënie e një miku të madh shqiptarëve, austriakut me preardhje hebreje, Leo Freundli, i cili ka shkruar një vepër gjigante, Golgota shqiptare, i cili decidivisht e thot, edhe i thyer shpirtërisht me budallakit edhe gabimet e shqiptarëve, e thot kështu:
përkundër faktit që raca shqiptare është racë e vjetër, sa toka, me gjuhën më të vjetër, racë e bukur, inteligjente, punëtore, thot e ka një defekt shumë të madh që quhet harresa e kujtesës historike. Aq të shkurtër thot e kanë shqiptarët kujtesën, saqë për një kohë të shpejt armiqtë e tyre, xhelatët e tyre i bëjnë miq. Dhe vërtet kjo u vërtetua edhe pas kësaj lufte të fund shekullit 20, me men kry, me ushqy armikun barbar serb çdo ditë, e me të vraj, me ushqime të kontaminuar e kancerogjene, e ti me thonë faleminderit, kjo është definitivisht e pafalshme dhe mallkim i gjithë këtij gjaku që edhe rlëm. Imagjinojeni i dashur agent, veç edhe një fjalë. Asnjë qeveri, asnjëherë ka penionin prej tjetrës. Hiç jam i prirur me i dallue, jam në nuanse dalloj. Asnjë qeveri nuk e dëshmoj që e don më shumë shtetin se sa pushtetin. Po shtetin po e dojnë të gjitha më shumë se shtetin, sepse veç me një fakt të argumentoj, të tjerët s'ka nevojë me i komentuar. Cila prej qeverive tona e ngriti një shenjë të kujtesës historike të 1432 fëmijëve të tanë vrarë engjuj viktimat e gjenocidit shtetëror të Serbisë fashiste. Asnjëra. Asnjëra. Të gjitha kanë premtuar, të gjitha kanë gënjur dhe sot një shenjë nuk e ke të gjitha atyre fëmijëve mbi gjakun e të cilëve po notojnë, po bojnë kapital marrëmendës, po vjedhin, po pasurohen, po shkëtishin po manipulojnë popullin, po manipulojnë trush për lart dhe për fat keq është krijuar një armatë tërë e një armate të ashtu quajtur të trush për larve, njerëzve analfabeta të diplomuar, sepse kjo periudhë e 26 ditët pas luftës gjenocidale në Kosovë, dëmin më të madh ja kanë shkaktuar institucionet tona me faktin që kanë lejuar të marrin diploma po e dia. Të marrin diploma pa mbulesë, diploma veç në letër që kanë prodhuar në ekstrem shumë fabrikë prodhuese të analfabetëve të diplomuar. Dhe analfabeti i diplomuar është i dëmshëm për familjen, për kombin, për atë dheun, për shtetin, se ai s'din kurrë. Dhe ai të zënë edhe vendet, edhe në institucione lokale dhe qendrore, siç i kanë zënë militantët e partive politike sot, dhe prandaj pasojat janë marrëmendëse të mëdha, bile në shumë raste dhe të pariparueshme. I dashur arsikt. Mos e nëzret, pyetja që dashte me ta bëj, pyetjen e parafundit. Nëse do ta përkufizoni gjithë jetën tuaj me një fjalë për publikun e sotëm, cila do të ishte? A është kjo thënia e gjatë fishës? Definitivisht po. Definitivisht në çdo gjendje kemi ardhur me u turpru që jemi shqiptar, për fat keq. Unë s'po them të gjithë me u turpru, por që kjo armate trush për larve, vetvrasësve, që kjo armate madhe nuk janë pak, numër goxha i madh janë, që ushqejnë armikun barbar çdo ditë, me djersën, me gjakun, me parat e fëmijëve të vet, edhe i thonë faleminderit armikut që më vrave, nuk meriton lirin. Dhe prandaj duhet të kthjellën shqiptarët. Duhet të vëdijsohen dhe duhet thjesht të vinë në një nivel të ngritjes së vëdijes kombëtare në atë shkallë sa që bile të mos ndikojnë edhe më tutje me u thellu këto defekte dhe këto fenomene të shëmtuara që janë me bollak. Bile, që to me i zvoglu, me i minimizu, me i luftua, me u ndalë zbrazja enorme e Kosovës, sepse po e sheni çfarë tragjedie është invazioni i ikjes së djemve dhe vajzave tona më të mira, për shkak të keqmenaxhimit që po i bëhet Kosovës. Nuk ka filozofi tjetër këtu. Nuk e lëshon atë dheun kërkush për qefi, por ta kanë lëshu me vaj, për faqe, për sy, veç në këto 4 vitet e fundit 240.000 djemë dhe vajzat tona më të mirë, në mungesë të një perspektive dhe të një jetë të sigurisë për ta, të një sigurie për ta. S'po ta bëj pyetjen e fundit, se kjo çështja, domthonë këtë këtu rrjedhin pej instancave arsimdhënëse shtetërore. Pikërisht. Pa dasht me thonë kush është me emën kryeministër president. Po ju e pat, po shihen. U dekorun, po, nga Universiteti i Prishtinës, 2 personalitete, 2 udhëheqës të shtetit, të cilët nuk e kanë dhënë asnjë kontribut me asnjë punim shkencor në emën ose për Universitetin e Prishtinës
edhe rrjedhimisht kjo i bjen që universiteti, që do duhet të ishte simetri me institucionet shtetërore, është serveli institucionet shtetërore. Udhëhesve të tyre, zoti. Kjo nuk do koment. Definitivisht, aty ku përzihet politika, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në Ku fshate, aty s'ka bereqet. Ku fshate. Pikërisht. Dhe prandaj duhet të kthjellemi edhe të mos bëjmë torr mas subjekteve politike, partive politike me çdo kusht, sepse është u bëm horror, u bëm prall para botës i dashur agjet. Veç në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti, pa të konkuruar, pa të aplikuar 96 subjekte politike, 1.200.000 jemi vetë krejt këtë Kosovën tonë të përgjakne, 96 subjekte politike. Amerika mike i ka gati 400 milion njerëz, 2 parti i ka krejt. E që ku kemi ardhna. Prandaj duhet ta luftojmë me çdo kusht këtë defektin gjenetik të harresës së kujtesës historike, të bajraktarizmit dhe të servilizmit ndaj të huajve. Duhet të mbetemi vetvetja. Nuk ka nevojë me na mundu edhe me tutje në asnjë mënyrë, s'ka asnjë arsyetim, asnjë justifikim kompleksi i inferioritetit ndaj të tjerëve. Sepse kemi qenë dhe mbetemi raca më e bukur, më inteligjente, edhe raca më e vjetër në Evropë dhe ndoshta edhe në botë. Kjo është e tira juaj? Po, definitivisht, mos harresa e kujtesës historike dhe kthjellja, ngritja e vetdijes kombëtare shqiptare dhe në asnjë mënyrë të mos lejohet me u luftu, me u minimizu, edhe me u degradu, me u shkatërru identiteti kombëtar shqiptar dhe fatkeqësisht me u zëvendësu me identitetin fetar, të ekstremit fetar, që është një prej gjërave më të shëmtuara që po i ndodh Kosovës dardane në këto 26 vitet e fundit. Insistimi i trushpërlarëve, edhe atyre njerëzve që paguhen me të madhe nga Serbia, Rusia, Arabia, me çdo kusht me shkatërru identitetin kombëtar, me identitetin ekstrem fetar, është i pafalshëm, është kancer i përjetshëm i shqiptarisë. Do ta kemi rastin edhe hera të tjera, pe kuptoj fort mirë, po besoj edhe publiku me kaq sa thash shkurt, për çka e patët fjalën, por sigurisht që për herë të parë Politcast e te ka lënë 2 fish kohën edhe të parapame për transmitimet e këtyre podcastave, por unë të falenderoj shumë, pasën e shet, që ju keni do ku nga agenda juve, për me qenë sot me neve, të uroj shëndet, po edhe suksesin misionin tënë, i cili është mision shumë fisnik, po as sa keni pas bashkë me bashkëluftetarët në kohën e luftës për çlirim dhe liri dhe pavarësi të Kosovës. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit i dashur. Respekt edhe për kohën tuaj dhe për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë. Ky ishte Nysër Plana, zëri i luftës dhe dëshmitari i së vërtetës son. Nga eteri i Radio Kosova e Lirë, deri te librat dhe dokumentarët që sot ruhen si trashëgimi kombëtare, ai mbetet një nga ata që nuk e lejon të shuhet kujtesa e Kosovës. Jo shqiptar të mirë, Kosova ime, që ishit me ne në Politcast Kush ka të drejtë, këta mund ta ndiqni në të gjitha rrjetet sociale dhe platformat e Storm dhe Instituti për Lidership Civil. Aty ku fjala kthehet në përgjithësi. Deri në episodin e radhës, mirupafshim.